Mos flasim, do të thënë, për atë cilësi që dikush ka qef që të lëvdohet edhe për ndonjë vepër që nuk e ka bërë. Edhe si tham, me këto mjetet e fotografimit edhe me këto rrjetet sociale, thotë është shumë e rrezikshme se ka njerëz që i kemi parë dhe i kanë parë tjerë përveç nesh që e marrin formën e një adhurimi vetëm sa të fotografohen. Domethënë ulet sikur në teshehud, për shembull në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i thotë shokut vet fotografom, edhe me gishtin, domethënë që duket se është duke thënë teshehudin, që është teshehud, domethënë shprehja e tauhidit, përkushtimit të plot ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe fotografon, pastaj kur të mbaroj fotografimi, çohen të dy, do thotë nuk nuk ka qenë më përpara namaz, as më pas. Edhe këtë fotografi e nxjerr, domethënë edhe me këtë lëvdohet se ka bërë një vepër të cilën nuk e ka bërë. Ose një që është edhe më e përhapur, që e keni parë kur shkojnë te Qabja, i ngrejnë duart sikur janë duke u lutur në drejtim Qabës, ose ka mundësi edhe e kanë Qabën mrapa, domethënë që duket ti marrë fotografia edhe fytyrën e këtij që është duke u lutur, edhe Qabën mrapa. Domethënë lutet, drejtohet në formë të lutësit, jo në drejtim të kibles, po në drejtim të kamerës. Edhe fotografohet edhe pastaj ul durt, domethënë nuk ka qenë duke u lutur, që domethënë nxjerr fotografi ose video ku duket se është duke bërë një vepër që nuk e ka bërë në realitet. Domethënë me të vërtetë është rreziku i madh që hyn në këtë ajet ku ka thënë Allahu la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw, domethënë mos i mendoni ata që gëzohen me ato që i kanë bërë, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dhe duan të lëvdohen me atë që nuk e kanë bërë. Wa fala tahsabannahum bimafazatin bimafazatin min al-'adhab, pra mos i mendoni asesi se ata shpëtojnë prej dënimit. Allahu na ruaj. Pra duhet ta dim se ria, ky është riaja, shirk i vogël, nëse është në një pjesë të veprës. Përndryshe nëse është në esencën e veprës, atëherë është shirk i madh, është njësoj si munafiqët për cilët ka thënë Allahu subhanahu wa taala wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, kur takohen me ata që besojnë, thonë besuam. Wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Dhe kur veçohen me shejtanët e tyre, me prisit e tyre, thonë ne jemi me ju, innama nahnu mustahzi'un, ne vetëm jemi tallur, domethënë me besimtarët.